prodhimi i brendshëm bruto i vendit, pra çfarë arrin vendi të prodhojë si vlerë, ishte 9-10 miliard euro. Sot ka kaluar 25 miliard euro. Dhe ne jemi të bindur që deri në Shqipërinë 2030 do ta çojmë këtë vlerë në 35 miliard euro. Që do të thotë, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të rishpërndar, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të investuar, për infrastrukturën dhe për të gjitha nevojat e tjera. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym, këtu jemi tek një pasqyrë e rritjes prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri, më vdeksha, se po e pritësha këte, vdeksha unë për ty, rofsh që kalove, rofsh, hudhër, rofsh.